Çka të mundon? Çka mendohesh? Shikoj e mendohem. A i ka paguar investuesi i komunës për shërbimet komunale? Dhe a e di dikush se a është parapar ndërtesa që madhe në planin urbanistik? Nuk ke pse të mendohesh. Mund të kërkosh informacion me karakter publik dhe do ta mësosh. Mendon se do të më tregojnë? Kush e di se si është procedura për informacione të tilla? Asgjë nuk është e komplikuar. Procedurë e thjeshtë. Shkruan kërkesë, e dorëzon në komunë dhe duhet të përgjigjen në afat prej 30 ditëve. Nëse nuk të përgjigjen, ke të drejtë të ankohesh në Komisionin për Mbrojtjen e të Drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Aha, por a kam të drejtë të kërkoj edhe informacione të tjera? Gjithçka. Për shembull, sa ka rrogën kryetari i komunës, sa ka kushtuar blerja veturës zyrtare, sa ka rrogën ndonjë i punësuar në komunë, sa të holla janë shpenzuar për dreka dhe darka zyrtare. Prit, të gjitha këto gjëra mund t'i di? Jo vetëm këto, por për gjithçka që bëhet fjalë për mjetet financiare të buxhetit, bile dhe më shumë. Jo vetëm prej komunave, por informacione mund të kërkosh edhe prej institucioneve të tjera. Me këtë më ndihmove shumë. Do të shkoj menjëherë të parashtroj kërkesë. Shko dhe pyet. Dorëzimi i kërkesës është pa pagesë. Shfrytëzo të drejtën tënde për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Ke të drejtë të dish se çka merr nga institucionet publike për mjetet të cilat i paguan. Për më shumë në fiskalnatransparentnost.org.mk, sm.org.mk dhe komspi.mk.